Faleminderit për ndërhyrjet të dy dhe pyetjet që shtruat. Zoti avokat, një nga gjendjet më dramatike, e cila s'ka ekzistuar kur që nga themelimi i shtetit shqiptar, është sot drejtësia. Ju jeni avokat, por dhe dini, statistika zyrtare, çfarë thonë? Thonë se ka stoku grumulli dosje është 200.000 në të gjitha nivelet. Thonë që për të shqyrtuar një çështje civile duhen 16 vjet. Para 2 muajsh në parlament deklaroi kreu i KLQ-s se nga viti 2024 në vitin 2025 kjo kohë është shkurtuar 16 ditë. Pra, është 16 vjet pa 16 ditë. Prisni, do dalë tek avokati. Shqipëria ka 70% të njerëzve në burg në paraburgim, në gjendje paraburgimit të padenuar. Një pjesë e madhe pas një vendim, të tjerët në pritje. Çfarë pritje? Kjo është e dyta. E dyta është kjo, që një gjykatës për zbarë një vendim, sepse ka shumë vendime, i duhen 1200 ditë. A mund ta imagjinoni ju këtë? A e shifni këtë shtet, por këtë antishtet kjo? Është kjo që po them, është deklaruar në parlament nga kreu i KLQ-s. Duhen 1225 apo 35 ditë për zbarë vendimin. Dhe çdo gjykatës ka 1000 vendime të pasbardhura. Ja, kjo është drejtësia. Dhe vetëm kjo. Po pse? Jo themun ju. Sepse u morën me vetimun politik. Sepse listën e parë të gjitha atyre që do vetosh e bën komitetet e Partisë Socialiste. Po, absolutisht. Çdo rreth solli aty se këta gjykatës nuk janë me ne, ta prokurorë nuk janë me ne. Ikën ata. Pastaj, masi ikën ata, filluan ti përzgjedhin, ti mbajnë me dosje, ti bëhen, dhe zgjodhen zinxhirin e renave. Ajo është vetëm njëra, është simbola, ajo vetëm njëra. Po si ajo, kush si e bënte? Ja u them unë ju. Motra e Lubis ishte e besuara e Shikut, e besuara e DSIK-s dhe asaj i përfshin dokumentat. Dhe dokumentat i mirëte vetëm motra e Lubis. Dhe e lexonte siç i thoshte Lubia. Ky është vetimu. Ndaj dhe sot, ne kemi, tani ju them një gjë. Jam marrë me këtë çështje të garantoj, me të gjithë mundësitë e mia, me takime publike dhe jo publike, në instancat më të rëndësishme që merren me këtë problem. Dhe po merrem dhe do merrem. Por zgjidhja është kjo. Shkoti atje në hyn burg, gjën me qindra djemtri, kanë kap me një gjë me tjetër, dhe pse vin ti për zbardhjen e vendimit. Hajrin burg pa vendimi mund zbardhet pas 2 vitesh. Ky është një falimentim i plot. Ju shtroni problemin e protestave.
tani, se jemi këtu në, do të flasim haptas, ka shumë rëndësi që të kemi gjërat e këthjellta. Dhe këtë këthjellësi, se vetëm këthjellësia jonë nuk mjafton. Këtë këthjellësi duhet t'ja u japim dhe të tjerëve. Duhet të ulemi të bisedojmë, se me të drejtë njerëzit kanë shumë drejtë. Unë ju thash ju po të thoni, po të uli tani, bëjni një listë ju për problemet e PD-s, ju bëni 2 faqe, 3 faqe. Por, çështja është kjo. Tani ja ku i kemi. Tani du dalim në fushë. Dhe sa më shumë njerëz të bindim ne në atë protestë të qëndrueshme, në atë kryengritje të qëndrueshme, ju siguroj se shumë më shpejt do përmbushim misionin tonë. Po unë kam besim se kjo do ndodhë. Unë kam besim. Verse kërkesa ime është kjo. Të ulemi dhe të paraqesim çdo qytetari, pavarësisht edhe socialistët tjetaj, po të njëri ndeshëm. Çfarë fiton ai? Asnjë shqiptar i vërtet nuk fiton me këtë. Kur humbes Shqipëria në këtë mënyrë, kur plaçkitet vendin në këtë mënyrë. Kështu që kërkohet pra të bëjmë një punë individuale me sa më shumë qytetarë. Tani, lidhur me vizitat. Besoj se zhvillimet e fundit e kanë zhveshate nga çdo lloj moraliteti. Ndaj dhe një gjë duhet të jemi të sigurt, se edhe në Han po shkon si hajdut, shkon si narkodiktator, dhe ai nuk ka më shpresë. Ne sigurisht përpiqemi, bëjmë punën tonë, por kjo punë nuk ka qenë pa rezultate. Kemi folë, si të dini ju, vite për narkoshtetin, dhe lobistët e tij lëshonin rrufe kundra nesh, po ne mbronim interesat e shqiptarëve të Shqipërisë, asnjë lloj impresioni, kurse tani po del gjithnjë më shumë në skenë. Tani ky njeriu i hapave të mëdhej, ky njeriu del që ai duhet që se ka shokun në Europë. Ky është njeri që plaçkit qytetarët e vet, edhe kryer dhe grushteti bllokon drejtësinë. Ndaj dhe ne kemi bërë mirë që kemi qëndruar, që kemi denoncuar, edhe do bëjmë dhe më mirë të japim duart sa më shpejt. Po, mirëpresim pyetje, komente, sugjerime.